Mirdita, jam këtu për të denuar me forcën më të madhe terrorin e narkoqeverisë mbi mediat, imponimin e saj për censurimin e zhvillimit më flagrant, e denoncimit më flagrant të lidhjes së kreut organizatës kriminale Edi Rama me bursën botërore të drogave, me Arubën, me takimin qeveritar famëzi të zhvilluar në Aruba, duke shpreh një mirënjohje të pakufishme për antimafjen italiane, e cila gjeti mënyrat për të informuar publikun shqiptar se kryeministri i vendit mban lidhje qeveritare me grupet më të fuqishme të trafikut të drogës shqiptare, venezueliane, se Big Brother në Aruba është Venezuela. E keni në rrafsh me drogën. Aruba edhe njërë, mos harroni, quhet ndryshe Bankers of Drug Mafia. Rezident, ata bost, aty e kanë vendin. Por aty njëkohësisht ka dhe mbikëqyrje të madhe. Aruba, bankert e mafjes drogës ka si destinacion nëpërmjet klaneve shqiptare të përcaktuara 3 vende: Italinë, vendet e Beneluxit dhe Spanjen. Aruba, charteri për në Aruba, ku thuhet, por nuk mund të them 100%, edhe njerë, por mjaft dokumenta, mjaft zëra janë se delegacionin e ka kryesuar vetë Edi Rama. Ajo çka unë ju them 100% kanë qenë ministra dhe zyrtar shumë të lartë të qeverisë. Për këte po, se pastaj në regjistrime aty ku thuhet targeti për shembull, në ato që kam lexuar ju, aty do kuptohet Mario Çela, që flet me Taulantin, në emër Taulantit, e keni parasysh, po nuk ka lidhje me Arubën, këto në histori tjera. Pra, problemi i tyre është ata përdorin kode. Dhe janë të regjistruar me kode. Sigurisht agjensit i dinë se kush janë, 100%. Nuk ka diskutim. Po, ne po bëjmë gjithçka të bëjmë publike. Edi Rama duhet të japë dorëheqjen. Duhet të japë dorëheqjen si person i rrezikshëm, si bashkëpunëtor i organizatave të narkoterrorizmit ndërkombëtar. Largimi i Edi Ramës është rruga e vetme për shpëtimin e shqiptarëve, e rajonit dhe Europës nga rreziqet e mëdha të narkoshtetit shqiptar. Edi Rama mendon se do ta kapërcej Arubën. Edi Rama ka dhe mbështetës të cilët kur më ndigjojnë se flas për narkoshtetin apo për Arubën, zemrohen me Sali Berishën, por unë do mbroj mbi të gjitha interesat e shqiptarëve dhe interesat e qytetarëve të lirë kudo që janë, të cilët duhet jetojnë jashtë rrezikut, ata dhe fëmijët e tyre,
të drogave që trafikojnë klanet shqiptare. Charteri është nisur nga Tirana. Unë do informoj ju se duke falënderuar shumë gazetarin italian dhe antimafjen që i ka bërë të disponueshme regjistrimet e këtij takimi, ne po hetojmë dhe çdo informacion që të mbledhim, ne do e paraqesim para jush. Ne do e paraqesim para jush. Dhe para shqiptarëve dhe para botës. Nuk ka akt më flagrant. Sot janë vetëm dy persona në drejtim që takohen me klanet, bëjnë takime me klanet e drogës, me kartelet e drogës. Është Maduro i Venezuelës, është Ramaduro i Tiranës. Unë njerëzisht të kërkoj mediave të mos censurojnë këtë skandal të përmasave botërore. Unë u them mediave të kontrolluara nga qeveria, që e kanë censuruar, se këto organizata me qendër në Aruba janë shpallur organizata terroriste. Dhe se Aruba, si bursa botërore e drogës dhe trafiqeve, ka si shareholder më kryesorët klanet a kartelet shqiptare të drogës. Pra, në 30 vite të fundit pas Noriegës, tani janë 2 shefa ekzekutivi. Maduro në Venezuelë dhe Rama që shkon në strofullën e tij, jo në Venezuelë, pa Aruba. Aruba është ngjitur në Venezuelë, në veri të Venezuelës. Dhe Aruba është kontroll të plot të klanave të Venezuelës. Ju informoj gjithashtu se në Aruba kanë qenë kartelet e drogës të Shqipërisë, por kanë qenë dhe grupe dhe organizatat kriminale të drogës nga Kosova dhe Macedonia, shqiptare. Dhe natyrisht, ortakët e tyre të karteleve të Venezuelës, Kolumbisë, Ekuadorit, Paraguajt, Uruguajt. Është krim të fshehesh këtë takim që inkriminon direkt kryeministrin e Shqipërisë. Kryeministri një vendi antar të NATO-s. Kryeministri një vendi që aspiron për antarësim në Bashkimin Evropian. Zhvillon takime apo dërgon ministra, delegacion qeveritar për takime dhe dile me kartelet më të rrezikshme të drogës, bashkëpunëtorët e tyre shqiptarë, sa ato është shpallur tashmë organizata terroriste. Dhe ju ofron malin e Tiranës. Ju kujtohet ju kur thanë që ajo është saliberisht, ajo mali i Tiranës? A ju kujtohet? Vazhduan mediat e shpifjes në bënë. Ja që doli, se i kujtë është mali i Tiranës. Besoj se e mësuar.
apo syri i Tiranës, bërët vesh atë që po besoj se ato janë. Ndaj dhe jam këtu për t'i thënë Edi Ramës jep dorëheqjen. Jep dorëheqjen sepse ti nuk mund t'jesh kryeministri i një vendi, antar të NATO-s, antar i Këshillit të Europës, kandidat dhe që ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian në një kohë kur ti zhvillon dhe takime me klanet botërore, me kartelet dhe klanet botërore të drogës. Faleminderit. Zoti Berisha, a do të ashtrini këtë çështje edhe në parlament, një alternativë për shembull të kërkoni një mocion me debat për dosjen Aruba në seancën më të afërt plenare? Faleminderit. Ju falënderoj për sugjerimin. Ju garantoj se veprimet tona do t'jenë të shumë fishta dhe të shumë llojta. Për këtë takim që tashmë nuk e mohon do të kush. Tashmë është i shtamposur në regjistrimet e antimafjes italiane. Dhe unë e falënderoj shumë, se ajo, qofse gazetari ka publikuar ato, do të thotë se antimafja ja ka dhënë, se ai nuk ja u ka rrëmbyer, nuk ja u ka vjedh. Ata kanë bërë një shërbim të madh. Kështu që ai do jetë vetëm një akt. Po akt tjetër, nëse Rama nuk jep dorëheqjen, do të jetë një padi në SPAK, por do shohim tani ligjit ndërkombëtare me shpalljen e karteleve si organizata kriminale, nëse mund të bëhet padi dhe në gjykatë ndërkombëtare. Për ne, ky takim do të është detyrim madhor para çdo shqiptari, qytetarëve të rajonit dhe të Europës, për të bërë transparencë të plotë. Shqipëria ka një kryeministër dhe ministra të cilët udhtojnë me charter 13.000 milje për të takuar bost shqiptar dhe latinoamerikan të drogës. Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV. Në fakt do doja t'ju korrigjoja për nisjen tuaj të konferencës, sepse vetëm në momentin që flasin janë rreth 8 televizione informative që po e pasqyrojnë konferencën tuaj dhe e njëjta gjë edhe ditën e djeshme. Ndërkohë, duhet t'ju bëj një pyetje lidhur me aksionin në parlament. Partia Demokratike ka deklaruar apo ka patur si kërkesë kryesore në seancën e ditës së mërkurë që duhet të përsëritet seanca plenare ku votua programi qeverisës. Du ta artikuloj Partia Demokratike këtë kërkesë mbase edhe në institucionet tjera siç mund të jetë gjykata kushtetuese, pra a do të bëj një kërkesë, duke qenë se edhe ju vetë personalisht e deklaruat edhe në Kuvendin e Shqipërisë, pra që do të vijoni të kërkoni? Pyetja e parë. Së pari, unë kam respekt për çdo gazetar që vjen këtu në konferencë shtypi. Por, unë di që ju përfaqësoni një televizor dhe jo amën e qeverisë. Është ama ajo që monitoron. Prit një minutë. Është ama ajo që monitoron. Unë jam gazetare, kur flas sipas verifikimeve, pra deri në këtë moment. Dakor. Është ama ajo që monitoron. Po se e dha në një moment, pa shif lajmet sa japin. Kontrollo edicionit e lajmeve të mediave që i kontrollon qeveria, sa japin këtë gjë. Kontrollo sot titujt e gazetave dhe portaleve, sa e kanë Arubën. Edhe pastaj më thuaj, se jo, merri titujt sot të mëngjesit, sepse Aruba ka 3 ditë që po zgjen, që ka dalë, ka shpërthyer, ka eksploduar. Ndaj dhe unë e nisa konferencën duke denoncuar censurën. E dyta, po, ne kërkojmë dhe do kërkojmë. Ne e dorëzuam edhe në gjykatë kushtetuese. Dhe
natyrisht, kjo është një kërkesë e ligjshme. Mund të them unë ju, a ishte një skenar, tani shumë i qartë. Shkoju pyesni. Asnjë deputet socialist nuk ishte përgatitur një fjalë. Asnjë nga ata që quhen ministra sot s'kishte përgatitur një fjalim. Që të gjithë kishin ardhur në funksion të atij skenari provokimi. Po nëse njeriu provokon me kushtetutën, provokon me rregullat e parlamentit. Dhe ka të tjerë që thonë se opozita ra në kurth, unë u them atyre zotrive dhe atyre që mendojnë kështu. Opozita mbron kushtetutën, opozita mbron parlament dhe rregulloren dhe u përgjigj në mbrojtjet e saj. Sigurisht që do insistojmë në kërkesën tonë. Ndërkohë nga ana tjetër, ju vetë personalisht keni refuzuar që të flisni për emra për Bashkinë e Tiranës, por duket se në radhët e demokratëve, por edhe më gjërë, ka nisur që të artikulohen emrat e parë. Për shembull, një nga emra që unë personalisht kam dëgjuar është edhe emri i bashkëshortes ish deputetit të ndjerë të Partisë Demokratike, Gerd Bogdanit, Edlira Çepani, që është artikuluar jo vetëm në radhët e demokratëve, por edhe më gjërë. Ju vetë, zoti Berisha, do ta merrnit një iniciativë për t'i bërë një ftesë? Faleminderit. Unë kam, ju përgjigja dje pyetjes suaj, unë kam ngarkuar një grup prej 3 personash që do të negociojnë me partitë e tjera për emra. Jo, më falni një minutë. Do t'jetë Flamur Noka, Belin Kliçi edhe zoti Ilir Ali Mehmeti. Do jenë përfaqësuesit tanë do negociojnë me partitë e tjera. Po tani, a më shkon mua që unë të nga një anë të ngarkoj dhe të them partive opozitare të negociojnë, nga nga tjetër të them emra. Kjo nuk më shkon. Prandaj, ata kanë filluar, do fillojnë sot punën, do më thënë, do të bashkëndojnë, kanë filluar që dje në një farë mënyre, në disa aspekte, këta 3 persona, zoti Noka, zoti Kliçi dhe zoti Ali Mehmeti, janë të ngarkuar të negociojnë me të gjitha partitë opozitare, të koalicionit dhe jashtë koalicionit. Urdhoni? Edhe me kandidatët? Këta 3 janë të mandatuar për të gjetur kandidatin? Ata takojnë për kandidatët me partitë. Pasi të bien dakord, pse do të bien dakord për emra apo emrat me partitë tjera. Pastaj vjen radha e kandidatëve. Pra, puna është në vazhdim. Unë natyrisht nuk kam normen që të prononcohem për njeri, me qenë se kjo është një proces. Pastaj, po të ishte përndryshe, krijonin proces, po fisja unë këtu, vija ju thosha që kandidati i preferuar do jetë ky. Jo, nuk është ashtu. Duke qenë se për Bashkinë e Tiranës ju në farë mënyre e dhat një lloj përgjigje për formulën se si do të gjendet kandidati, po për 5 bashkitë e tjera, i keni gati emrat sepse data janë pa diskutim, jo një po disa për çdo bashki. I keni gati. Sa po të përcaktojnë strukturat, të marrin vendimet e duhura struktura. Ju lutem, faleminderit.